Pra, kjo është nuk kemi pas asnjë paralajmërim për më tepër që kush se ka kuptu postimin tim, atëherë unë e kam bërë edhe një sqarim tjetër shtesë për ato situatë, pra kam dhënë një sqarim, e kam detajzu pse ajo ka qenë ironi. Po më thash kjo s'ka të bëjë me ato hiç, ka të bëjë me një email që më ka ardhur ditën e djeshme në ora 10:50, ku unë marr dokumenta përmes agjencisë për informime privatësi që flasin për miliona euro mbi ndërtime të kundërligjshme që janë dhënë në qeverisjen e zotit Lushtaku. Dhe po thoni që zoti Lushtaku e ka pasur informacionin se ju i keni ato dokumente? Zoti Sami Lushtaku ka duftu që unë mos më marr ato dokumente sepse din që përfundojnë në prokurori. Pra ajo është prona e stadiumit që zoti Sami Lushtaku ka dashur një dhon dikujt apo që është në prokurori për shkak se e kumçuan. E dy prona tjera prapë në prokurori për shkak se e kum dërguan. Pra, prej se ka orë në qeverisë e Sami Lushtaku është të miratu veç proces verbale, sepse prona nuk ka guxuar asnjë mësy, sepse unë krejt që akum bëjë, le të themi, respektu betimin tim që ta mbroj edhe ta respektoj betimin edhe si këshilltar komunal. Një pyetje të fundit do t'ju lëroj, pastaj zoti Mehani se keni pasur shumë paraqitje sot. A keni pasur diçka të ngjashme me Bekim Jasharin? A keni pasur një moment kur keni pasur konfrontim edhe me ish kryetarin e Skënderajt Bekim Jasharin?